Gjatë ditëve të nxehta të verës, plazhi është vendi ideal për relaksim dhe argëtim, por disa zgjedhje ushqimore mund të rrezikojnë shëndetin tuaj dhe të prishin kënaqësinë e ditës. Më poshtë kemi listuar disa nga ushqimet që janë mirë t'i shmangni kur jeni në plazh. Ushqimet që duan ruajtur në frigorifer: mishi i papërpunuar ose mishi i papjekur, mishi i papërpunuar si peshku ose mishi i kuq mund të përmbajnë baktere të dëmshme si Vibrio vulnificiu, që shkakton infeksione të rrezikshme, sidomos kur temperaturat janë të larta. Ushqime me majonezë. Sallatat apo ushqimet me majonezë janë të pasigurta për të konsumuar jashtë frigoriferit, pasi bakteret mund të zhvillohen shpejt në to. Frutat të prera paraprakisht. Frutat e prera si shalqiri ose ananasi mund të zhvillojnë baktere dhe të tërheqin insekte. Është mirë të mos i prisni deri në momentin e konsumimit. Pije që duhet të evitoni. Pijet alkolike shkaktojnë dehidrim dhe mund të rrisin ndjeshmërinë ndaj diellit, duke e bërë më të vështirë mbajtjen e nivelit të duhur të energjisë. Pijet me gaz dhe ato me sheqer të lartë mund të shkaktojnë fryerje dhe të mos ju hidratojnë siç duhet. Zgjidhni ujë të thjeshtë ose çaj të ftohtë pa sheqer. Ushqime të skuqura. Ushqimet të skuqura dhe të pasura me yndyrra mund të shkaktojnë ndjesi të rëndesës dhe të ngadalsojnë tretjen, duke bërë ditën tuaj në plazh më të pakëndshme. Ushqime me shumë krip. Përmbajtja e lartë e kripës mund të shkaktojë dehidratim dhe të rrisë ndjeshmërinë ndaj diellit.